Personat që hanë qep duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm, do ngeleni pa fjalë. A do ta imagjinonit ndonjëherë se qepa mund t'ju mbrojë kundër një sër komplikacionesh të ndryshme, siç janë ato që ndikohen nga radikalet e lira, problemet e zemrës dhe rënja e imunitetit të dobët, të pasur me komponent kimik, siç është për shembull edhe squfuri, i cili i kthen ato në një perime detoksifikuese dhe me shumë veti antibakteriale dhe antimikrobike, qepët të freskëta ose të gatuara. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nuk duhet të mungojnë kurrë në recetat tuaja ditore. Në veçanti, qepa mund të kombinohet gjithashtu edhe me shafranin e Indisë, që mund të lehtësojë problemet e zorrës së trash, sipas ullëtimeve të publikuar në Clinical Gastroenterology and Hepatology. Gjithashtu, konsumi i rregullt i qepëve largon qelizat të dëmshme të radikaleve të lira. Quercetin që përmban qepa redukton presionin e lartë të gjakut dhe ngurtësimin e arterieve, duke mbajtur zemrën të shëndetshme për më shumë vite. Qepa ul nivelin e glukozës në gjak, duke bërë atë një aleate të mirë kundër diabetit, pasi ka veti të mira antihistamine dhe antiinflamatore, që parandalojnë gjithashtu edhe luhatjet e papritura të sheqerit në trupin tuaj. Ekspertët thonë se qepët janë të mira dhe një i rritur duhet të konsumojë atë në vazhdimsi të dietës së tij ditore. Të gjithë thonë se perimet janë thelbësore për një dietë dhe një organizëm të fortë, por qepa fshet disa përfitime mjaft të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse jeni një person që doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e qepës, sigurohuni që këtë video ta dëgjoni deri në fund për të kuptuar rëndësinë e kësaj perimeje dhe cilat janë përfitimet reale të saj. Përbërësit që gjenden te qepa janë unik për vlerat që i ofrojnë shëndetit. Qepa, kjo perime e thjesht në përditshmëri, mund të bëjë mrekullinë si për shëndetin, për lëkurën, duke ofruar përfitime të mira edhe në sasinë e rritjes së imunitetit dhe në forcën më të mirë të kockave. Po le të shohim në detaje cilat janë përfitimet më të rëndësishme ushqyese që do të merrni në vazhdimsi të dietës suaj me konsumin e qepës. Qepa është e mbushur me lëndë të mira ushqyese. Qepa është një thesar i mirë i lëndëve ushqyese të cilat kanë kalori minimale. Edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori, ato janë gjithashtu të mbushura edhe me produkte mjaft fantastike që mbështesin shëndetin tuaj, veçanërisht të pasura kryesisht me vitaminën C, që ndihmon edhe në forcimin e sistemit imunitar edhe në thithjen më të mirë të hekurit, ndërsa vitamina B6, folati janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Duke i kombinuar qepët realisht në sasinë e duhur në dietën tuaj, do të përgatiteni të merrni përfitimet të tyre unike dhe do të lehtësoni edhe komplikacionet. Qepët janë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Ngrënia e qepëve në vazhdimsi të dietës suaj mund të ndihmojë në uljen e riskut të problemeve të zemrës. Por cila është arsyeja? Vetitë e tyre të forta antioksiduese dhe antiinflamatore ulin nivelin e kolesterolit dhe të triglicerideve, duke mbrojtur kështu shëndetin tuaj të zemrës. Plus, ato ulin nivelin e kolesterolit dhe triglicerideve, duke mbajtur zemrën tuaj më të shëndetshme. Ato ndihmojnë edhe në uljen e presionit të gjakut, që do të thotë një zemër që punon më mirë dhe me më pak stres. Qepët ndihmojnë edhe në kontrollin e luhatjeve të sheqerit në trup. Nëse keni diabet ose paradiabet, qepa mund të jetë një aleate shumë e mirë në rregullimin e niveleve të sheqerit në trupin tuaj, duke i dhënë asaj një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së organizmit. Disa përbërës që gjenden te qepa, të tilla siç janë për shembull quercetin, ndihmojnë edhe në pankreas dhe në zorr që të funksionojnë si duhet dhe në mënyrë më natyrale, duke mbështetur kështu një përthithje më të mirë të niveleve të glukozës. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për të pasur kocka më të forta dhe më të shëndetshme. Edhe pse zakonisht mendojmë për produktet e qumshtit se janë vetëm ato që ndikojnë në shëndetin e kockave, gjithashtu
Përfshirja e qepëve në dietën tuaj mund të jetë një aleat shumë i mirë ushqyes edhe në forcën e tyre natyrale, duke mbajtur ato më të shëndetshme dhe duke parandaluar kështu edhe komplikacionet që i kanosen. Ato ndihmojnë në reduktimin e stresit oksidativ dhe dëndësinë më të mirë të kockave, duke parandaluar kështu problemet që lidhen me shëndetin siç është osteoporoza dhe faktorë të tjerë ndikues. Sigurohuni që qepët t'i keni të mira edhe në përfshirjen e dietës suaj, pasi kështu ato do t'i japin rezultate fantastike edhe në luftën kundër bakterieve të dëmshme. Qepët dihet se kanë veti të forta antibakteriale dhe komponentët që ato i përmbajnë me shumicë në dietën e tyre do të luajnë një rol fantastik në reduktimin e komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit. Ekspertët thonë se qepët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandara të dietave të tij. Gjithashtu ato ndihmojnë me tretjen edhe me shëndetin më të mirë të zorrëve. Ato janë të mbushura me fibra natyrale, të cilat janë thelbësore për një zorrë të shëndetshme dhe tretje më efektive. Në këtë mënyrë, konsumi i qepës në dietën tuaj do të luajë një rol pozitiv për shëndetin tretës dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Qepët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur duhet t'i ketë pjesë të pandara të dietave të tij. Kështu, përfitimet e tyre unike do të jenë të larmishme dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Ekspertët citojnë se konsumi i qepës së freskët në dietën tuaj të përgjithshme mund të jetë një mburojë shumë e mirë e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Qepët, ndonse janë jo të pëlqyera për shumicën e personave, ato janë të pasura me oligoelementë të tilla si sulfuri, potasiumi, magnezi, flori, kalciumi, fosfori dhe vitaminat e rëndësishme, të cilat do të luajnë një rol pozitiv në lehtësimin e komplikacioneve, gjithashtu edhe lehtësimin e shqetësimeve të tyre. Enzimat aktive të qepës, siç janë ato diuretike, purifikuese, tonifikuese në aparatin tretës, normalizojnë florën intestinale dhe pengojnë gjithashtu edhe rritjen e substancave toksike që ndikojnë në shfaqjen e problemeve të zorrës së trashë. Lëngu i qepës me mjaltë është një recetë ideale kundër infeksioneve të rrugëve respiratore. Ju mund të bëni gjithashtu gargar me lëngun e qepës në menun tuaj dhe në këtë rast do të keni përfitime mjaft të mira kundër dhimbjeve të grykëve dhe përdorimi i qepës është mjaft i mirë dhe i përdorur edhe në industrinë e kozmetikës, duke e cilësuar atë si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese edhe në rastin tuaj ushqyes. Qepa përmban gjithashtu elemente të mirë të sulfurit. Ky i fundi do të nxjisë prodhimin e kolagjenit dhe do të stimulojë gjithashtu edhe rritjen e flokut, do ta pastrojë fytyrën nga aknet dhe do t'i japë asaj shkëlqimin e munguar. Qepët njihen si një element mjaft i mirë kundër problemeve të ndryshme. Në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet ushqyese më të rëndësishme të tyre. Sigurisht që konsumi i qepës brenda normës lejuar do të kthehet në një aleat të vërtetë të organizmit. Gjithçka qëndron te mënyra se si ju e doni ta shtoni atë në dietën tuaj. Sa më natyrale të jetë përgatitja e qepës dhe aq më shumë përfitime do të keni. Qepa është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët kanë dhimbje të veshit. Në një leckë të pastër vendosni pak qepë. Mbajini gjatë gjithë natës në brendësi të veshit dhe vetitë e tyre antiinflamatore dhe antibakteriale parandalojnë gjithashtu edhe infeksionet. Gjithashtu ato lehtësojnë probleme të ndryshme të djegjeve nga dielli, duke ndihmuar lëkurën të rigjenerohet më shpejt dhe të parandalojë problemet e saj. Qepët lehtësojnë djegjen në çast dhe përshpejtojnë gjithashtu shërimin pa lënë shenja ose gjurmë të mundshme në shëndetin tuaj të lëkurës. Ekspertët shtojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese që mund të arrini të realizoni në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Qepët do të jenë të mira gjithashtu edhe për mbrojtjen e pozitive të shëndetit kundër virozave dhe shqetësimeve të stinës. Ndaj kombinimi i tyre dhe konsumi brenda normës është arsyeja kryesore pse do të merrni shumë të mira në dobi të shëndetit. Vëmendje.
Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.